أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdia I takon Allahut fuqiplot, salavat dhe selame I dërguar më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takohemi në vazhdim e serialeve tona me serialin e radhës mos I ripërtri dhimbjet e kaluara dhe mos u frigo nga ardhmëria. Ndonjëherë njerëzit nga mungesa e dijes së shëndosh, nga mungesa e atyre gjërave të cilat duhet të dinë, e mundojnë veten e tyre krahas vujtjeve dhe mundimeve që I kanë përjetuar më herët. Sigurisht se një prej momenteve dhe një prej atyre mentaliteteve që duhet të lirohemi është pikërisht dhimbjet të cilat I takojnë të kaluarës. Ne nuk duhet të provojmë të miremi dhe të preokupohemi me dhimbjet që I takojnë të kaluarës. Nuk duhet ato t'i përtrim, nuk duhet ato t'i rikujtojmë, për shkak se ato janë dhimbje dhe vuajtje që I takojnë të kaluarës, sikurse që nuk duhet të frigohemi dhe të ndihemi të pasigurt me ardhmërinë e cila neve na pret. Muslimani në jetën e tij është I sigurt dhe është I bindur se Zoti I tij, krijuesi I tij fuqiplot, nuk cakton asnjëherë ndonjë gjë që është në dëm të tij dhe që është keq për të. Po ashtu muslimani është I bindur dhe beson fuqishëm se ajo e cila I ndodh muslimanit, ajo e cila e godet muslimonin është pikërisht caktim I Allahut subhanahu wa taala, e cila duhet t'i ndodhë të muslimonit në domosdoshmëri. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur juve t'ju ndodh ndonjë gjë, mos thuni sikur të veproja kështu apo kështu, sikur t'isha kështu apo ashtu, nuk do të ndodhte kjo. Mirë po thuni qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Ishte caktimi I Allahut dhe dëshira e Allahut të ndodh kjo. Nga se thot pejgamberi, sikur të ndodhte kështu, sikur të ndodhte ashtu, kjo është një formë ku ne ja hapim derën shejtanit e pastaj shejtani manipulon dhe tallet me ne. Allahu te baraka wa taala në Kur'anin famlart në kapitullin Hadid, ajeti 22-23 thot: "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Çfarëdo që juve ju godet në tokë, apo ju godet juve drejt për drejt, të gjitha këto janë të regjistruara në librin e Allahut, janë të regjistruara herët në Lauhi Mahfuz. Dhe kjo është e lehtë për Allahun dhul xhelal. Të gjitha këto thot Allahu dhul xhelal, likay la ta'sau ala ma fatakum. Ky shkrim dhe ky caktim hynor ka ndodhur që njeriu të mos ndinë keqardhje për ato çfarë I ka ndodhur apo ajo e cila I ka humbur, dhe të mos gëzohet tej mase për ato që e ka pranë vetit. Munafikët, ata të cilët ishin të hamendur e të luhatur në besimin e tyre, pasi përfundoi betejë e Uhudit, dhe betejë e Uhudit ishte momenti I parë ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte psuar disfat në humbje, dhe ishte një disfat dhe një humbje e madhe, nga se pejgamberi alayhis salam I kishte humbur 70 shokë, dhe në mesin e 70 shahidave ishte edhe agja I tij Hamza radiallahu anhu, I cili ishte edhe I masakruar. Po ashtu në këtë betejë edhe u plagos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Munafiqët
me imanin e tyre të luhatur, me hipokrizin e tyre, fillun të bëjnë propagandë dhe fillun të mbjellin një jo sigurin mesin e muslimanëve me bindjet e tyre të gabuara, sikur Allahu Dhul Gjelal na përshkruan duke thënë sikur të kishte kështu nuk do të ndodhte kështu, sikur të filluan të ndinë keqardhje, mirë po ajo keqardhja e tyre bëronte nga besimi i tyre hipokrit. Allahu Dhul Gjelal na përshkruan më së miri gjendjen dhe fjalët e tyre në surën Ali Imran ajetin 154, thot Allahu te baraka wa taala wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, thot dhe ishte një grup prej tyre, është fjala për munafiqët, të cilët ishin tejet mase të preokupuar për vetveten e tyre, e kishin dert vetëm vetveten e tyre. Yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhana al-jahiliyya, ata mendonin mendime jo të mira për Allahun, mendonin mendime të ignorantëve. Yaqulun hal lana min al-amri min shay, thonin çfarë mund të bëjmë ne? Ne nuk kemi në dorën tonë asgjë të bëjmë. Kul innal amra kulluhu lillah, thuaj o Muhammed, thuaju atyre hipokritëve, e tërë çështja i takon Allahut. Ne jemi në dorë të Allahut Dhul Gjelal, e tërë çështja jon, fati jon, ardhmëria jon është në dorën e Allahut Dhul Gjelal. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Allahu i thot tash pejgamberit, thot ata munafiqët janë duke mshefur në zemrat e tyre diçka çfarë nuk po e shfaqin para teje. Janë duke e fshehur atë nifakun dhe hipokrizin e tyre. Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna ha huna. Tash ata fillojnë dhe arsyetohen te pejgamberi, thonë sikur ne të kishim mundësi, ne nuk do të vriteshim, neve nuk do të na ndodhej kjo, sikur po ndin keqardhje. Kul law kuntum fi buyutikum, apo disa prej tyre thanë, sikur të mos kishin marr pjesë në betejë dhe nuk do të ishin vrarë, sa ata në fakt ishin kundër betejës, ishin kundër luftës. Ata nuk donin që muslimanët të ballafaqohen me të pafet. Allahu Azza wa Jall u tregoi dhe i përgënjeshtroi bindjet e gabuara dhe hipokritët këtyre njerëzve. Kul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhim alqatl ila madaji'ihim. Allahu i tha pejgamberit, thuaju atyre, ju edhe sikur të ishit në shtëpitë tuaja, sikur ju të ishit edhe në shtratrat e juj, ajo çka do të vinte prej Allahut, do të është caktuar për ju, vrasja, vdekja, do të vinte në shtretërit e juaj. Që do të thotë jo detyrimisht njeriu vdekjen e takon nëse del në mejdanin e luftës, nëse del në front. Mirë po, vdekja njeriu nuk i vjen vetëm sa atëherë kur Allahu te baraka wa taala ka caktuar që vdekja me e prek muslimonin. Andaj, dëshiroj ta përfundoj këtë porosi. Ajo e cila është e rëndësishme që ne nuk duhet të riportrim vuajtjet e të kaluarës, e as nuk duhet të ndihemi të pasigurt e të friguar me të ardhmen e cila neve na pret. Simbol dhe logo e jona e besimtarit të vërtet është qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al, ka qenë caktimi i Allahut, kjo çfarë ka ndodhur dhe ishte dëshira e Allahut, dhe logo dhe moto e jona duhet të jetë si besimtar të mirëfillt, elhamdulillahi ala kulli halin, falendrimet i takojnë Allahut në çdo gjendje, e jo ne të vajtojmë, jo ne të ndim keqardhje, jo ne tani të fillojmë me teoritë tona hipotetike, sikur të kishim bë kështu, nuk kishte më na ndodh kjo, sikur të mendonim kështu, sikur të shkonim kështu, sikur të mos shkonim, sikur të bëj kjo, të gjitha këto ja hapin derën iblisit, shejtanit të mallkuar, ndërsa ne i dorëzohemi kaderit Allahut subhanahu wa taala, i dorëzohemi caktimeve dhe dëshirave të tij, duke shfrytzuar pjesën tonë të lirisë dhe të veprimit, duke i marrë shkaqet dhe sebepet dhe duke u mbështetur çdo herë Allahut fuqiplot dhe duke ju dorëzuar atij inshallah taala deri në takimin e radhës. Ju dëshirojmë çdo të mirë dhe ju lejmë në kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.